Një moment historik dhe plot emocione për 64 nxënës të shkollës Numani. Ata festuan përfundimin e arsimit nëntëvjeçar me një veprimtari artistike të titulluar Shkojmë drejt ëndrave, të përgatitur me shumë dashuri nga mësuesit dhe nxënës të kësaj shkolle. Ceremonia solli këngë, valle dhe dedikime të veçanta për mësuesit të cilët i shoqëruan këta nxënës gjatë gjithë rrugtimit të tyre të parë shkollor. Atmosfera ishte festive, por edhe prekse, me lot gëzimi nga prindër, mësues dhe vetë nxënësit. Të veshur elegante me pusqeshje në fytyrë, maturantët e vegjël falenderuan mësuesit për sakrificën dhe dijen që u dhanë. Si fëmijë të ndryshme kurreshte, sot qëndron gjuna çdo momenti që ndam së bashku. Çdo brenda atë klasë të në mësim që mësuar një ndim të vogël që na e dha ka zonë, por me shumë dashuri. I kujtojmë ato vështirësinë inspirajuese që na dhan forcë të dyshonim të vetja. Ato fjalë të thjeshta por të domethënë që na bënin të besojmë se nuk ja dalim. Kujtojmë ndalimet e të buta, ato çaste të dyra të fat me qetësi. Kur e nisim të bumë rrugën, jo me zemërim, por me kujdes, me durim dhe dashuri prindërore. Çdo vi klasës luani copës nga udhimi ynë, një qeshje, një lodh, një pyetje, një pëlqysh na bëri të mendojmë. Dhe në qendër të gjithçka ishte ju, mësuesi, profesori, mbështetësi i përhershëm. Drejtorisha dhe mësuesit e shkollës vlerësuan ecurinë dhe përkushtimin e nxënësve gjatë 9 viteve, duke i uruar suksese në etapën e re të jetës shkollore në gjimnaz. Ju keni qenë krenaria jonë, vazhdoni të mësoni, të ndërroni dhe të punoni shumë për të arritur rezultate të larta, kanë thënë ato mes emocioneve. Dyert e Numanit do të jenë gjithmonë të hapura për ju, ka theksuar drejtorisha Zana Numani. Ju sot finalizoni një cikël, ata 9 vjeçar, dhe bëheni gati për një cikël tjetër. Por unë jam shumë e bindur që ju, jo vetëm që jeni të përgatitur nga ana mësimore shkencore, por ju jeni bërë vajza dhe djemë të mrekullueshëm. Ju falenderoj shumë për ditët e bukura që na keni dhuruar, për edhe ndonjë shqetësim të vogël, por shqetësim jo vetëm si drejtuese, por dhe shqetësim si një nënë këtu në këtë shkollë. Prandaj falenderoj shumë për emocionet e bukura, për ato që ju jeni. Prindër të nderuar, edhe ju jeni të mrekullueshëm, sepse fal bashkëpunimit tuaj, fal kujdesit tuaj, ne do të arrijmë suksese shumë të mira për ta nxënës. Nga zemra do t'ju uroj paqi, suksese në provime. U bëfshi djemë dhe vajza të mbarë, i nderofshi këta prindër, nderofshi veten tuaj dhe shkollën Numani. Edhe një herë suksese nga zemra. Ju faleminderit për bashkëpunimin, për kushtimin dhe gjithë mbështetjen që na keni dhënë në mbajtjen e gjithë procesit mësimor me fëmijët tuaj. Nxënës të dashur, suksese në provimet e mbylljes së këtij cikli. Suksese në kapitullin e ri që do të hapet. Një përgjegjësi ndaj mësuesve tuaj. Një përgjegjësi ndaj jush për rezultatet e larta. Një përgjegjësi ndaj ju prindërve që do me besoni 3 vitet e ardhshme të gjimnazit. Ceremonia u përmbyll me traditën e shumëpritur të hedhjes së kapeleve në ajër, një simbol që shënon kalimin e suksesshëm në gjimnaz dhe nisjen e një etape të re për 64 nxënësit e Numanit, të cilët 9 vjeçaren e mbyllën me krenari dhe me kujtime që do t'i mbajnë gjatë gjithë jetës. Ky moment përcolli emocione të forta të nxënësit dhe prindërit e pranishëm.